Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu në lartësuar, lavdrojmë, çojmë salavat dhe selam e pejgamberit e tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, pra në këtë ditë të Ramazanit po ndalemi çdo ditë me një hadith që fillon me skenën erdhi një njeri. Edhe po e shohim që ndonjëherë ai njeri vjen për me shtru një pyetje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndonjëherë ndonjë problem, ndonjëherë ndonjë gabim që kishte bërë, ndonjëherë edhe ndonjë dhimbje apo gjë që e mundonte, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjej dhe ai largohej jo vetëm me një përgjigje, po largohej me dobi të shumta edhe udhëzime dhe dritë nga udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat nuk vlenin ndoshta vetëm për të, po për krejt umetin derisa të ekzistojë kjo botë. Prandaj edhe sot do të ndalemi me një ngjarje të tillë, një pamje që ndoshta në shishim parë duket që është pak tronditse, shumë e çuditshme, megjithatë për arsye se një njeri hyn në xhami dhe bën një veprim që shumë prej muslimanëve, madje edhe sahabët, nuk e prisnin, prandaj edhe reaguan ashpër. Dhe nga ky reagim i sahabëve tregon se vërtet zemrat e tyre ishin të mbushura me respekt ndaj shtëpive të Allahut Madhërisht, edhe këtu pastaj qëndron pikërisht edhe ajo forma se si ka reagu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë rrethana dhe në këtë situatë, për dallim nga sahabët, edhe këtu na bën na shfaqet një reflektim i shembullit më të mirë të udhëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe e shohim qysh e ndryshoi krejt situatën nga një rrethanë e ashpër edhe e vrazhd edhe çortuese ndaj këtij personi në një rrethanë ndryshe. Para se me tregu ngjarjen, mendoj që duhet me m'ia udhon pak një kontekst, me një fjalë me u bë dy sqarime, për arsye se që thash pak më herët, ngjarja është e habitshme dhe çuditshme, kështu që nëse nuk e kem parasysh rrethanën e kohës së atëhershme, atëherë ndoshta mund na me kriju edhe një dilemë dhe me thonë çysh mundet me ndodh kjo. Prandaj po i bëj dy sqarime. Sqarimi i parë, një sen që duhet me pas parasysh vëllezër të nderuar, është se xhamia apo xhamit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, posaçë xhamia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë nuk ishte ashtu siç e paramendojmë neve sot, me tepia, me dyrë, që thënë gjuhën e popullit, me saltanate, tash xhamiat janë bërë shumë bukura dhe të qeshme. Jo, nuk ka qenë ashtu në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se po flasim para 1500 viteve, para 15 shekujve, kështu që është një kohë shumë e gjatë. E xhamia nuk ka pas shtroja, nuk ka pas tepi, ka qenë dhe, pra toka ka qenë dhe, njerëzit janë ulë në dhe, edhe aty janë falë, aty kanë bërë sejdën, bile tregohet në disa raste edhe ju kanë mbet zalli në përballë kur e kanë bërë sejdën, pra aty janë ulë, edhe aty e kanë bërë sejdën. Gjithashtu edhe rrethi, muri i xhamisë nuk ka ndonjë mur që ka pas drejtare në këtë fund, por ka qenë një mur me që shtojnë me qerpiç ose me tulla të papjekura, i rrethum parafërsisht, pa dyrë, pa drejtare, edhe kulm nuk ka pas. O ka një qësh i xhamisë i mbulum me fletat palmave, do thot fletat hurmeve, të pemëve të hurmeve, ka qenë një pjesë e mbulume, një pjesë ka qoshi e ka në mbulume, për ndryshe hapësira krejt ka qenë e hapur. Edhe me thonë thjesht, ajo xhami në kohën tonë sikur me kanë një obor, që shikim në oborët rrethume, edhe tokë, ashtu ka qenë, për arsye se ashtu kanë qenë kushtet, njerëzit nuk kanë pas me vesh tesha e jo me shtru në xhami. Mirë, po tash ka ndryshuar situata dhe ka ndryshuar rrethana, prandaj këtë çështje duhet me pas parasysh. Kur themi në xhami, është për qëllim jo këto xhamia tona, po xhamiat që kanë qenë në atë kohë sikurse në kuptimin e një oborri i shtëpisë që për kohën tonë. Kjo ishte çështja e parë. Çështja e dytë, që gjithashtu është e rëndësishme, se personi që vjen ka qenë beduin.
e kemi sqaruar edhe më herët që beduinët kanë qenë njerëzit e shkretirës, nomad, të cilët nuk kanë pas ndonjë vendbanim përhershëm, nuk kanë qenë nëpër qytete, nëpër fshate, nëpër vendbanime që me pas shtëpi, me pas vendbanim përhershëm, po kanë qenë njerëz që kanë shetit nëpër shkretin, pra jetën e kanë zhvilluar duke mos pas ndonjë vend të tyre të përhershëm, po i kanë përcjell kullotat, me thonë shiin, kur ka ra shi në një vendbanim kanë qëndru derisa ka pas ujë edhe ka pas bare aty, pastaj kur o bash terr aty, kur është terr, kur o bash shkretir, pastaj kanë shku në vend tjetër dhe kështu kanë jetu, gjatë tërë vitet kanë shetit. Edhe këta kanë qenë beduin janë qujt në atë kohë, pra njerëz të malit, e që kjo na jep me kuptu që nuk kanë pas ndonjë tradit, ndonjë rregull, ndonjë. E keni parasysh njerëzit që jetojnë nëpër qytete, nëpër fshatra, kanë rregulla, kanë tradita, kanë zakone që i përmban. Ata kanë qenë pak ma larg këtyne adeteve, zakone, prandaj kanë qenë pak ma të egër, edhe në sjellje, edhe në raport me të tjerët, po kanë qenë sinqert. Nuk kanë qenë domethënë njerëz dallaverxhi, njerëz që kanë bë intriga, jo, kanë qenë njerëz që ato që e kanë menuar, që ato e ka thonë. Pra kështu kanë qenë njerëzit, këta beduinët. Pra i bana këto dy sqarime për arsye se ngjarja ndërlidhet me këto dy gjëra. Edhe po vazhdojmë tash me ngjarjen, me rrëfimin. Hadithi pra është i saktë, e transmeton Buhariu, Muslimi edhe shumë koleksionues në versione të ndryshme. Tregohet se një ditë derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i ulur në xhami, hyn një njeri pe këtyre njerëzve, pra beduin, njeri që nuk ishte banori i Medinës, pra njeri i huj, njeri që nuk kishte parasysh adetet e njerëzve, edhe i afrohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e përshëndet atë, edhe si duket nga mallëngjimin, e kishte pranuar Islamin, nga mallëngjimin, nga dëshira që i ka pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i ngrit durët dhe thot: "O Allah, më fal mua edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe mos e fal askën tjetër përveç neve." Po e shihni edhe duaja pak e jo e natyrshme. Domthonë ka lyp rahmet edhe falje për vete edhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jo për këta tjerë që ishin kanë prezant. Edhe sahabët domthonë çuditën për këtë formë të duas, mirë po ai ishte i sinqert edhe i drejt për drejt. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e çorton për këtë. Buzqesh edhe i thot një fjalë: "Laqad hajjarta wasi'an", apo "Laqad ihtadharta wasi'an", që nëse përkthejmë shqip domthonë e ngushtove një gjë që është shumë e madhe. Me një fjalë, rahmeti i Zotit është shumë i madh me kufizu vetëm në dy persona. E keni parasysh? Ka thonë veç mu edhe Muhamedit alayhis salam, çfarë rahmet ndaj ti, ndaj neve dyve, jo ndaj tjerëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në formë të përmirësimit, edhe me buzëqeshje, edhe me mësuj, ka thonë: "Mos e ngushton një sen që është shumë i gjanë. Ajo është rahmeti i Allahut që ka plën çdo njeri." Me një fjalë, kur çesh rahmet, kur lëpsh, mos lyp Zotit diçka të ngushtë, për arsye se Allahu i Madhërisht është i gjerë, edhe rahmeti i tij është shumë i gjanë. Kjo ishte, do thot, situata apo rrethana e parë. Pastaj ky beduini qëndron pak aty te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si duket Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fliste, bonte, këshillonte, edhe me një rast ky qohet në kam, edhe shkon në një cep të xhamis, në çosh të xhamis, edhe çka bën, Allahu ju nderoft, fillon me bë urinën. Sikurse, pra, nuk ishte kulturë, nuk ishte domethënë që si ka shku menja që nuk bën me bë atë, shkon në një çosh, edhe fillon me bë urinën. Kur e shohin sahabët, qohen edhe fillojnë me i bërtit, edhe me qortu, edhe me ndalu, edhe me i vërsul ati, edhe ai friksohet në atë rrethon, se çka po ndodh, mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga larg i qorton prapë sahabët, thot: "Lereni le të bën çka ka bën jetë. Tash masi ka fillu, le të kryn." Edhe sahabët e ndëgjojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe tërhiqen. Unë prap po kthehena me pas parasysh që rrethana ka qenë ajo sikur më kanë, çish më thon, çosh një abort shtëpisë, dhe ai ashtu ja ka rrok mendja, megjithëse sahabët për ta ishte shumë e madhe kjo punë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pret derisa e përfundon
pra urinën, Allahu ju nderoft, edhe masi që ndodh kjo, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ngritet edhe i shkon afër edhe e thirr atë edhe ai afrohet edhe nuk e çortoi, domthonë nuk i foli me zot zemrimit, as nuk e poshtroi, as nuk e ofendoi me një fjalë domthonë ofenduese, me thonë çka je të bë, po me qetësi edhe me butësi i ka thonë kjo është xhami. Xhami domthonë veni i Zotit ku lavdërohet Allah, kjo është xhami. Edhe gjërat e tilla nuk bën mi bë. Për arsye se ky vend është marru, është ndërtu për me kujtu Allahun, me fal namazin edhe për me lexu Kur'anin, e jo me bë veprime të tilla. Ky ishte do të thotë nasihati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe urdhëron sahabët, thotë shkoni merrni një kofe me ujë. Një kofe me ujë plot, edhe kanë pru atë kofen edhe ka thonë derdheni që aty ku e ka ba urinën. Edhe kanë derdh aty një kofe të plot me ujë që me humb gjurmët e urinës. Allah ju nderoft edhe me largu erën edhe gjurmët e urinës. E keni parasysh në dhe kur ajo filtrohet edhe pastrohet edhe ashtu ka vepru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka hudh ujin, pra ka urdhëruar me hudh ujin edhe kaq o mjaftu. Kjo është ngjarja. Ky sahabi mas një kohë kur e përcjell këtë ngjarje, ja shton edhe gjithmonë krenohej jo për veprimin që e ka bë, po për atë formën që qysh e ka bë nasihat edhe qysh e ka këshillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thoshte për veten e tij, për Zotin thot ai i dërgu, masi që ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thoshte për Zotin thot u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe i vendit vet. Ja e bafsha kurban veten teme edhe prindrit e mi, do me kallëzu se sa e ka dasht pastaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe sa ka qenë i afërt me të, thot për Zotin as nuk më shoh, as nuk më çortoj dhe as nuk më bani diçka, do thot për këtë veprim të keq që e kum bë. Edhe ai e ka kuptuar mazandej që ka bë keq. Po sjellja e tij po tash po tregon se çysh o sill Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në këtë situatë që problemi është njëri me përmbajt veten. Se cili nëse na ndodh kjo një skenë e tillë, reagimi jon do të ishte shumë i menjëhershëm. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka bë këtë veprim. Prandaj edhe e përmend në këtë formë ky sahabi. Dhe kështu përfundon ngjarja. Pra kjo është ngjarja, por mesazhet të cilat i bart kjo ngjarje janë të shumta vëllezër të nderuar, edhe na po ndalemi ka pak në secilin prej atyre dobive të cilat i nxjerrën nga ky hadith. Dobia e parë, durimi në edukim dhe në gjykimin e njerëzve. Shpesh herë, kur shohim na ndonjë veprim të kësaj natyra, apo diçka për afër, reagojmë nga perspektiva jonë, qysh e shohim na. E shohim që kjo s'bën edhe reagojmë ashpër. Shumë rrallë ose hiç nuk na shkon mendja me këqyr perspektiva atij personi i cili e bën atë. Mundet me kon ignoranca, padituria, se din që s'bën, se din që ajo nuk është e mirë. Prandaj e vepron. E na me njëherë nisëm nga perspektiva jonë edhe prandaj e çortojmë, ndoshta edhe e godisëm, ndoshta edhe bëjmë veprime, a nuk ndalemi me eduku edhe me ja qartësu që ajo që apo bën nuk është e mirë, edhe ai me kuptu qartë, me kuptu drejt. Ashtu që ja ka spjegu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij personi, duke mos reagu, ndoshta që kanë reagu sahabët në këtë rrethana dhe në këtë situatë. Prandaj mësimi i parë është që kjo që durojmë qoftë edhe me fëmijët tanë, qoftë edhe me dikon që s'din, për shembull fëmia i vogël 5 vjet, 6 vjet, e bën një veprim na me njëherë ja filloj me mimshu ose me çortu, pra nuk e nalim edhe me mësu qartë me fjalë të mira edhe të kuptueshme që ai pastaj me kuptu. Edhe shumica e fëmijëve kështu veprojnë, domethënë nëse s'qarën e kupton. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, butësia dhe pedagogjia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra po e shohim se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me gjithë situatës së rrethanës e ka rujt, nuk e ka shfaq reagimin e tij vetëm se në formë të pastër edhe në formë do thotë të butë, për arsye se edukimi dhe përmirësimi bëhet kështu. Nuk bëhet me ashpërsi dhe vrazhësi, për arsye se vrazhësia pastaj mund të krijojë edhe një afekt negativ, ose pastaj mi ardhi inati atij edhe me refuzu komplet, ose me pas reagim edhe ai të ashpër, po nëse ti fillon me të mirë, atë edhe përmirësimi bëhet mirë.
Çështja tjetër është edhe vlera edhe kuptimi i xhamisë, po e shohim te sahabët ka qenë ngulitur ajo në zemrat e tyre që xhamit janë të shajta, nuk bën me bë as veprime të asaj natyre, edhe këtu e shohim se si edukimi që është në afër burimit, afër një njeri që rrin me sikur sahabët që kanë ndajt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me një fjalë njerëz që rrin me njerëzit e mençur, edhe mësojnë vazhdimisht e kanë nivelin më të lartë të njohurive, edhe e menaxhojnë veten edhe dinë çysh mu sill në situata dhe në rrethana të ndryshme. Pastaj prej dobive që gjithashtu i marrim nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ajo se si ka të bëjë me pastrimin e ndytësirës. Nëse ndytësira bjen në tokë, qoftë në borë apo dikon tjetër, atëherë mjafton me i hudh ujë, që ati veni ku do këtë që ka ndytësirë me i hudh ujë, mjaftueshëm sa me e largu do thot atë erën edhe ajo që ka do këtë që është ndytësirë, edhe nuk është e mjaftueshme me hjek dheun apo me pa diçka tjetër, pra e mjaftueshme është vetëm me i hudh ujë. Megjithse hadithi ka disa transmetime që është largu dheu, po nuk janë domosdoshmë të qëndrueshme ato pretendime, e mjaftueshme është ajo që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra derdhët uji, dhe kjo është do thotë e mjaftueshme. Dhe prandaj edhe këtë hadith shumica e fukahave e përmenin në kapitullin e pastërtisë. Dhe kur flasin çysh pastrohen gjanat, çysh pastrohemi nga ndytësirat para se me marr abdes e me marr gusël, e përmenin këtë hadith me tregu se si pastrohet vendi, toka në cilën ka pra ndytësirë, mënyra çysh pastrohet është me i hudh ujë mjaftueshëm sa me largu erën edhe mbeturinën e ndytësirës në përgjithësi. Pra ky është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga i cili nxjerrëm shumë dobi, disa prej tyre i përmendëm. Pra lusim Allahun e Madhërisht me na bën nga ata që vërtet i kuptojnë këtë ngjarje edhe janë udhërrëfys për jetën tonë të përditshme. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ju nderoft.